A mundet një fëmijë braktisur me sfida fizike të papërshkrueshme të gjejë një familje dhe të mësojë të skijojë si një kampion? Përgatituni të takoni Rustamin, një djalë, lindja e të cilit ishte mbuluar me mister, dhe jeta e tij e hershme ishte një betejë e vërtetë. Por kjo histori nuk është vetëm për dhimbjen, është për fitoren dhe shpresën që rilind. Mos u largoni, sepse ajo që do të dëgjoni për familjen e tij të re dhe arritjet e tija do t'ju mbush me emocione. Rustami lindi në vitin 2013 në Çerepovec. Asgjë nuk dihet për prindërit e tij. Rrethanat rreth lindjes së tij mbeten të mbuluara nga misteri dhe vetëm fragmente informacioni të mbledhura nga të dhënat e spitalit dhe bisedat me zë të ulët me stafit mjekësor. Kishte vetëm një thashethem, se djali lindi me devijime sepse nëna u përpoqi të ndërpriste shtatzanin dhe mori pilula, por nuk ka asnjë konfirmim zyrtar për këtë. Mungesa e informacionit konkret për ditët e tij të hershme më vonë do të bëhej si një bekim, ashtu edhe një bar, duke mbrojtur atë nga të vërtetat e dhimbshme, ndërsa lindte pyetje që mund të mos merrnin kurrë përgjigje. Menjëherë pas lindjes, djali u dërgua në një jetimore. Kalimi nga mjedisi steril i spitalit në jetimorën e mbi populluar ishte tronditëse. Struktura, si shumë në rajon, kishte mungesë stafi dhe ishte mbi ngarkuar, duke luftuar për të ofruar kujdes adekuat për 10 fëmijë me nevoja të ndryshme. Sipas mësuesit, në vend të një fytyre, ai kishte një vrimë. Hunda dhe goja i mungonin. Gjendja mjekësore e njohur si çarrje e rëndë e fytyrës e kishte lënë Rustamin me sfida që do të kërkonin operacione të shumta me vite rehabilitimi. Mësuesit dhe kujdestarët, megjithse me qëllime të mira, nuk ishin të pajisur për të menaxhuar nevojat kaq komplekse mjekësore. Ditët u shndruan në muaj ndërsa Rustami shtrihej në krevatin e tij, i varur nga tubat e ushqyerjes dhe vëmendje vazhdueshme mjekësore. Fëmijët e tjerë në jetimore ndonjëherë ngulnin syt, duke mos kuptuar atë që po shihnin. Stafi bëri çmos për ta mbrojtur atë nga syt kurreshtar, por në një mjedis institucional, privatësia ishte një luks që rrallëherë sigurohej. Njëherë, Rustami pa reflektimin e tij në një lodër dhe u tremb. Ai filloi të mbulonte kokën me një batanie për të fshehur fytyrën e tij. Ky moment shënoi një pikë kthese në zhvillimin e tij psikologjik. Shenja e parë se ai po bëj i vetëdijshëm për ndryshimin e tij nga të tjerët, sipërfaqja e shëndritshme e një makine lodër ishte vepruar si një pasqyrë, duke i treguar atij një imazh që i friksoi dhe ngatroi. Që nga ajo ditë tutje, pasqyrat dhe sipërfaqet reflektuese u bën burime ankthi. Ekipi mjekësor që punoi me rastin e Rustamit përfshinte disa nga kirurgët më të afërt të rajonit. Dr. Aleksandr Petrov, kirurgu kryesor plastik, kishte parë shumë raste sfiduese, por gjendja e Rustamit kërkonte një nivel saktësie dhe krijimtari që shtynte kufijtë e kirurgjisë rindërtuese. Vetëm pas operacionit të parë, djali u bë si njeri. Ai filloi të fliste dhe ishte në gjendje të hante vet. Operacioni, i cili zgjati mbi 8 orë, u konsiderua një mrekulli mjekësore nga stafi i spitalit. Kur Rustami u zgjua dhe pa fytyrën e tij të re për herë të parë, ai e preku atë butësisht sikur kishte frikë se mos shtukej. Aftësia për të ngrënë ushqim të ngurtë ishte një zbulim. Pa pritur, vaktet u bën momente gëzimi dhe jo procedura mjekësore. Por Rustami mësoi teste vetëm në moshën 4 vjeçare. Infermierët thjesht nuk kishin kohë të mësonin djalit pa këmbë si të përdorte paterica. Prandaj, ai lëvizte duke u zvaritur. Korridoret e jetimorës dëshmuan vendoshmërinë e tij ndërsa tërhiqte veten nga dhoma në dhomë, duart e tij të vogla duke zhvilluar kallot nga dyshemet e ashpra. Fëmijët e tjerë ndonjëherë përpiqeshin ta ndihmonin, duke formuar mbështetje të improvizuara nga kariget dhe lodrat. Por pa proteza ose trajnim të dur, progresi ishte i ngadalt. Jeta në jetimore ndishte një rutinë të rreptë. Mëngjesi në orën 7, aktivitete edukative në mëngjes, dreka në mesditë, koha e pushimit dhe darka në orën 18. Për Rustamin, çdo ditë ishte një seri pengesash për t'u kapërcyer. Detyrat e thjeshta si kapje e lodrave në rafte ose mbajtje e hapit me fëmijët e tjerë gjatë kohës së lojës kërkonin përpjekje dhe krijimtari shtesë. Gjithçka ndryshoi kur zlobinët takuan Rustamin. Nika Zlobin kishte kaluar muaj duke hulumtuar agjencitë e adoptimit dhe fëmijët me nevoja të veçanta.
Historia e shfletuesit të saj të kompjuterit ishte plot me revista mjekësore, forume adoptimi dhe histori suksesit të familjeve që kishin mirë pritur fëmijë me aftësi të kufizuara. Burri i saj, Dimitri, fillimisht hezitues për sfidat me të cilat do të përballeshin, përfundimisht ndau bindjen e saj se ata mund të bënin një ndryshim. Prindërit adoptues të Rustamit e zbuluan historinë e tij në internet, ku ishte treguar në një nga faqet për adoptim. Në atë kohë Nika, një nën adoptuese, tashmë kishte vendosur me vendosshmëri se donte të merrte një fëmijë me nevoja të veçanta për të ndihmuar të dilte në botën e madhe. Faqja e internetit e adoptimit kishte shfaqur historinë e Rustamit me një fotografi të vetme. Një djalë i vogël me sy të ndritshëm që shikonte drejt kameras. Diçka në lidhje me shikimin e tij i kishte kapur zemrën Nikës menjëherë. Ajo printoi fotografinë dhe e mbajti me vete për javë të tëra para se të binte përfundimisht burrin e saj për të vizituar. Udhëtimi me makinë drejt jetimorës gjati 3 orë përmes rrugës fshatare Dredha. Nika kishte paketuar një çantë plot me lodra, libra dhe ushqime e pasigurt për atë që do ta priste. Dimitri ngiste në heshtje, të dy të emocionuar dhe nervoz për takimin që mund të ndryshonte jetën përgjithmonë. Në takimin e parë Rustami kishte frikë nga të huaj që erdhën tek ai. Aty ishte Nika me burrin e saj, i cili mbështeti vendimin e saj për të adoptuar një fëmijë. Djali qau, i shtiu lodrat që i sollën, kërkoi të kthehej tek shokët. Dhoma e takimit ishte e vogël dhe sterile me karrige plastike dhe një tavolinë të mbuluar me vizatim me fëmijësh. Rustami ul në qoshe, këmbët e tij protetike dukeshin poshtë pantallonave të tij të vogla. Fytyra e tij e sapo rindërtuar, ende mbante plagët e operacioneve të shumta. Si rezultat, ai u la të shkonte tek bashkëmoshatarët, të cilët po provonin shfaqjen. Aty djemtë u vendosën, u mësuan me të huajt dhe lodrat e reja. Gjithashtu, shfaqja ishte një shfaqje e thjeshtë rreth kafshëve të pyllit, dhe Rustami ishte caktuar roli i një bufeje të mençur. Pavarësisht kufizimeve të tij fizike, ai u hodh në rol me entuziazëm. Zëri i tij i qartë dhe i fortë ndërsa interpretonte linjat e tij. Duke e parë atë në atë skenë të improvizuar, zlobinët pan jo një fëmijë me aftësi të kufizuar, por një interpretues të ri me potencial të pashfrytëzuar. Në fund të takimit të zlobinët kuptuan se Rustami do të bëjë fëmija i tyre. Procesi i adoptimit zgjati 6 muaj me dokumente, vizita në shtëpi dhe procedura ligjore. Gjatë kësaj kohe ata rinovuan shtëpinë e tyre duke instaluar rampa dhe duke rregulluar mobilet për të akomoduar nevojat e Rustamit. Ata gjithashtu u regjistruan në kurse rreth kujdesit për fëmijët me aftësi të kufizuara. Kalimi në jetën familjare nuk ishte i menjëhershëm apo i lehtë. Rustami luftoi me makthe dhe ndonjëherë zgjohej duke thirrur shokët e tij nga jetimorja. Nika ulej pranë krevatit të tij duke lexuar histori dhe duke kënduar Nino, derisa ai bënte sërish gjumë. Në familjen e re, Rustami ju mësua të ecte me paterica dhe më pas ata paguan për protezën. Protezat ishin të shtrejta, duke kushtuar pothuajse 1/3 e pagës vjetore të Dimitrit, por familja e konsideronte atë investim më të mirë që mund të bënin. Procesi i përshtatjes mori disa takime me rregullime të bëra për të siguruar rehati dhe lëvizshmëri. Djali jo vetëm që ishte në gjendje të lëvizte, ai madje skion. Sportet dimrore u bën një traditë familjare. Herën e parë që Rustami rëshqiti në një shpatë të butë, e qeshura e tij duket se jehoi në përkodrat e mbuluara me dëbor. Nika qau nga gëzimi. Instruktori i skive fillimisht skeptik për mësimin e një fëmije me proteza, u bën një nga mbështetësit më të mëdhenj të Rustamit. Fjalori i Rustamit tani trajtohet nga një terapist i të folurit. Seancat javore përqendron jo vetëm në shqiptim, por në ndërtimin e besimit në komunikim. Jelena Majlova, terapistja e tij e të folurit, përdor lojra dhe tregime për të ndihmuar Rustamin të shprehet më qartë. Gjithashtu në orarin e fëmijës janë klasat e hipoterapisë me kuajt dhe notit me delfin. Seancat e hipoterapisë zhvillohen në një fermë jashtë qytetit ku kuajt të trajnuar posaçërisht ndihmojnë fëmijët me aftësi të kufizuar të përmirësojnë ekuilibrin dhe koordinimin e tyre. Noti me delfin ndodh gjatë udhëtimeve vjetore në detin e Zi, ku programet e terapisë detare kanë treguar rezultate të shkëlqyera në ndihmën e fëmijëve për të kapërcyer traumën. Ata gjithashtu blen një sintetizator për fëmijët për të. Në mbrëmje, djali luan muzikë dhe këndon këngë me gjyshin e tij të dashur.
Muzika është bërë pasioni i Rustamit. Repertuari i tij përfshin pjesë klasike, këngë popullore dhe muzikë moderne pop. Gjyshi e tij, një ish mësuese muzike, një talentin e tij natyror dhe ka filluar të jep mësime formale. Xhirimet dhe reklamat sociale ndihmojnë gjithashtu në çlirimin e Rustamit. Nëna adoptuese thekson se kështu ata arrisin vetvlerësimin e djalit. Fushatat e reklamimit paraqesin fëmijë me aftësi të kufizuara që ndjekin ëndrat e tyre. Dhe Rustami është shfaqur në 3 reklama që promovojnë përfshirjen dhe aksesin. Çdo seancë filmimi ndërton besimin e tij dhe ndihmon atë të shohë veten si një antar të vlerësuar të shoqërisë. Këtë vit, Rustami 9 vjeçar shkoi në klasën e parë. Procesi i regjistrimit në shkollë kërkoi takime të gjera me administratorët, mësuesit dhe avokatët e aftësisë së kufizuar. Zlobinët luftuan për të siguruar që Rustami të përfshihej në klasat kryesore dhe jo të ndahej në programet e edukimit special. Ai gjithashtu filloi karaten. Dojoja e udhëhequr nga Sensi Vulov specializohet në artet marciale adoptuese. Trajnimi i Rustamit përqendrohet në ndërtimin e forcës, fleksibilitetit dhe disiplinës mendore. Shokët e tij të klasës, shumë prej të cilëve kanë gjithashtu aftësi të kufizuara, janë bërë një grup mbështetës bashk moshatarësh. Ndoshta djali do të rritet për të qenë një kampion para-olimpik. Trajnerët e tij tashmë kanë vënë vendosshmërinë dhe frymën e tij konkurruese të jashtëzakonshme. Ndërsa është shumë herët për të parashikuar të ardhmen e tij atletike. Rustami stërvitet me përkushtimin e dikujt shumë më të moshuar. Në përgjithësi, nëna e Rustamit vënë duke se ai është bërë shumë më i çliruar. Ai ka fituar vetbesim. Kjo është pikërisht ajo që ajo dëshironte. Fëmijët e veçantë duhet të kenë vullnet dhe karizëm për të përballuar me vështirësitë e botës përreth, e cila është ende armiqësore ndaj njerëzve të tillë. Nika shpesh reflekton mbi udhëtimin që kanë bërë të gjithë së bashku. Nga një fëmijëri i friksuar që fshihej në batanie, në një djalë të ri, të sigurt, që ndjek ëndrat e tija. Transformimi i Rustamit ka qenë asgjë më pak se mrekullar. Familja vazhdon të përballet me sfida, por ata i përballojnë ato së bashku më të fortë se kurrë.